Të veçlit e institucionit parashkollor Ganimetë Tërbeshi në Gjakov, çdo ditë mësojnë rëndësinë e fjalëve magjike si faleminderit, të lutëm dhe më fal. Edukatorët kujdesen që përmes lojës dhe aktiviteteve të përditshme, fëmijët të njohin më mirë mirësjelljen, respektin dhe dashurinë ndaj njëri tjetrit. Në kuadër të ditës së mirësjelljes, ekipi ynë vizitoi objektin në Rezin, ku fëmijët treguan se si po mësojnë fjalët magjike. Në shenjë të ditës botërore të mirësjelljes, sot kemi përgatitur një aktivitet me fëmijët. Pra kemi lexuar një tregim ku atë flitet për rregullat e mirësjelljes. Kemi bërë edhe një aktivitet, pra siç e patë edhe ju, fëmijët duke i mësuar rregullat e mirësjelljes edhe duke i vendosur tek pema këtu. Ne çdo ditë i përdorim fjalët magjike, çdo ditë flasim për rregullat e mirësjelljes, pasi që edhe jemi në kopsht. Ndërsa vogëlushët tregojnë se si mësimi i fjalëve të mirësjelljes është pjesë e çdodite në institucionin e tyre. Mësuesat na mëson fjalët magjike. Cilat janë ato? Njërit, të lutem, më fal, se jem. Neve mësuesit na mësojnë fjalët magjike. Cilat janë ato? Faleminderit, më fal, të lutem, mirëpafshim. Në fund, fëmijët kishin përgatitur një pemë simbolike, ku në secilën deg kishin vendosur fjalë të mirësjelljes, duke kthyer ditën me një mësim të vlefshëm mbi dashurinë dhe respektin për të ardhmen e tyre. Faleminderit, më fal.